Të trajnosh AI është një kosto njëherë, por inferenca është fatura që nuk ndalon kur. Google sapo e ndryshoi këtë lojë me diçka që quhet Turbo Quant, dhe nëse po ndërton sisteme, kjo është moment kritik. Problemi është i thjeshtë. Sa më shumë kontekst i jep një modeli, aq më shumë RAM konsumon. KV Cache bëhet një bottleneck kritik për sistemin. Turbo Quant e kompreson këtë memorie deri në 6 herë në vetëm 3.5 bit, pa humbje reale saktësie. Një model 32 miliard parametra me 128.000 token kontekst nga rreth 30 GB KV-cache në vetëm 6 GB. Si funksionon? Polar Quant konverton vektorët, heq peshën e panevojshme dhe korrigjon gabimin me 1 bit. Pa retraining, pa hardware të ri, rezultati modele më të shpejta deri në 21% dhe kontekst që shkon në miliona token në pajisje të vogla. Kjo nuk është thjesht optimizim, është rënje e barierës së infrastrukturës. Tani nuk fiton ai që ka më shumë GPU, por ai që ndërton sistemin më inteligjent.